Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 3 lugë miell mistri, 100 gram kaçkavall, 40 gram gjalpë dhe krip. Kjo është një recetë, duhet të thënë, shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Kjo është një nga recetat që unë gatuaj më shpesh, sidomos për anvisat që nuk kanë kohë, është një zgjidhje ideale. Pasti është një gatim fantastik edhe super i shijshëm, edhe do ta shikoni edhe vetë se sa kollaj gatuhet. Kam filluar t'rregoj me kujdesshme që të përdor lugën e drurit, sepse gjithmonë që përdor lugë alumini apo plastike, silikoni më sakt, filloj edhe marr kritika. Pasi ka shkrirë gjalpi, do t'i hedhim lugët e miellit. Ju thash, besoj që është miell mistri. Do fillojmë që ta skuqim. Do t'i qëndrojmë në koka. Pasi, siç ju thash, përveç se bëhet shpejt, kjo edhe digjet shumë shpejt. Por thjesht do e skuqim pak për të marrë atë ngjyrën më të bukur, edhe shije pa diskutim më të mirë. Kjo, nëse ju kujtohet, është pak a shumë si oshmarja e Korçës. Receta tradicionale e vjetër korçare, që unë kam trashëgimi nga gjyshja. Tashmë që është skuqur dhe ka marrë këtë ngjyrën e artë, do t'i hedhim ujë pak e nga pak. Ujin e kam ambienti. Duke hedhur ujë, duke e trazuar. Do t'i hedhim edhe pak fare ujë. Gjithmonë duke e trazuar. Unë do t'i hedh shumë pak krip, se në fakt ka edhe kaçkavalli. Mund edhe mos lidhja fare, po ne kemi edhe sa për adet, ose i hedhim pak krip sa për gjuna. Ashtu si që i hedhim edhe ëmbëlsira dhe pak krip. Do ta trazojmë edhe për pak. Pasi fillon që të valoj, kemi edhe procesin e fundit, që do hedhim kaçkavallin e grirë. Ndërkohë do t'i ulim pak temperaturën. Do t'i hedhim sërish kaçkavall. Pasi kemi hedhur kaçkavallin, do e trazojmë mirë, që e gjithë masa të bëhet e një trajtshme. Do t'i ulim edhe pak temperaturën. Edhe do t'a lëm edhe për pak në nxehtësi. Më pas do t'a servirim edhe do t'a shijojmë.